Njoftim, lidhur me vonesat në procesin e legalizimit. Nëse ke bërë deklarimin për legalizim të objektit pa leje dhe procedurat janë zvarritur pa drejtësisë nga ASHK, ju informojmë se është gjetur zgjidhja ligjore për të detyruar institucionet të veprojnë. Vonesat e pajustifikuara nga ana e ASHK-s për legalizim, në shumë raste grupet e matjes së ASHK-s kanë dalë në terren disa herë, por nuk është vijuar me hapat e detyrueshëm ligjor si verifikimi i plotë i dokumentacionit, nxjerrja e vendimit për legalizim ose refuzim, njoftimi për tarifat dhe procedurat e kalimit të pronësisë së trullit kur është e nevojshme. Sipas vendimit Këshillit Ministrave në fuqi, ASHK ka detyrimin për të përfunduar procedurat brenda 60 ditëve nga përfundimi i matjeve dhe dokumentacionit teknik. Zgjidhja ligjore është e qartë. Në bashkëpunim me zyrën tonë ligjore, çdo person në këtë situatë mund të parashtrojë kërkesë zyrtare për përshpejtimin e procesit, ndjekjen e kërkesë padisë për të detyruar ASHK-n të marrë vendimin, duke kërkuar dëshpërblim në rast të pasojave nga vonesat institucionale. Na kontaktoni për të shqyrtuar rastin tuaj konkretisht dhe për të ndërmarrë veprimet e nevojshme ligjore.